Kuvendi i Kosovës vijon të mbetet i bllokuar. Për të 11 herë me radhë ka dështuar konstituimi i tij ndërsa për të 3-ën herë nuk u arrit krijimi i komisionit për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Në seancën e SHN-s kryesuesi Avni Dehari kërkoi përsëri nga partitë opozitare të propozonin përfaqësues në komisionin për votim të fshehtë, por ashtu si herët e kaluara PDK, LDK, AK, Nisma dhe lista serbe nuk morën pjesë në proces. Kundërshtimi i tyre ndaj procedurës së fshehtë që propozon lëvizja vetëvendosje mbetet një nga pikat më të nxehta të mosmarrëveshjes. Pavarësisht pranisë 111 deputetëve në sallë, vetëm 56 votuan pro formimit të komisionit, një vot ishte kundër dhe nuk pati asnjë abstenim. Kjo ka lënë sërish pezull çështjen e zgjedhjes së kryeparlamentarit. Kreu i AK, Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se ngërçi aktual mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese nëse palët nuk gjejnë zgjidhje. Deri tani kuvendi ka kaluar vetëm 2 pika të rendit të ditës, verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve, ndërsa pika e tretë, ajo për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, mbetet pengesë. Kandidatja e propozuar nga LVV, Albulena Haxhiu, nuk ka arritur të sigurojë votat e nevojshme në 6 raunde votimi. Seanca e radhës është thirrur për më 7 maj në orën 10 me shpresën për një zhbllokim të situatës.